erwarten Sie von den heutigen Gesprächen in Istanbul? Ja, wir werden sehen, ob es zu einer Lösung kommt oder ob der Weg hin zu einer Lösung weitergeht oder nicht. Es scheint ja etwas angespannt zu sein. Wir werden schauen, vielleicht gibt es am Sonntag in Rom etwas mehr Klarheit mit der Einsetzung des neuen Papstes. Wird man sich ja wiedersehen. Është presidentja e Konfederatës Zvicereane, e cila po komunikon me mediat në këto momente. Ja, ich meine, man kann nur die Erwartung äußern, dass dieser Krieg endlich beendet wird und dass beide Parteien die Bereitschaft haben, sich Për të mbërritur edhe liderët e fundit të Europës dhe për të nisur më pas samiti i 6 i Komunitetit Politik Evropian. Ich glaube, dass alle in der ganzen Welt auch den Wunsch ausgedrückt haben, dass auch Russland diese Bereitschaft zeigt. Disa prej liderëve kanë mbërritur ditën e djeshme, të tjerët sot në mëngjes. E pritet që të mbërrinë edhe presidenti turk, presidenti francez, gjithashtu edhe kryeministrja italiane Giorgia Meloni. Das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Das Treffen findet in Istanbul statt, nicht in der Schweiz. Geriola, më dëgjon? Po Fjori të dëgjoj, ne jemi ende në pritje të disa prej liderëve që ende nuk kanë shkelur në tapetin e kuq në sheshin Skënderbej. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan pritet që të mbërrinte sot në orën 10:15 në aeroportin Nën Tereza, ndërkohë që kryeministrja e Italisë Giorgia Meloni në orën 10:50 të mbërrinte në Rinas dhe presidenti francez Emmanuel Macron në 10:50 po ashtu, por duke se ndoshta mund të ketë pasur vonesa të minutës së fundit që po e shtyn në kohë minutazhin e pritjes së liderëve që do të jenë pjesëmarrës në tryezën e samitit të 6 të komunitetit politik evropian. Sa i takon delegacionit francez që pritet të jetë sot në Tiranë, pjesë e tij do të jetë edhe ministri i mbrojtjes me të cilin Shqipëria do të firmosë marrëveshje teknike të rëndësishme për modernizimin e forcave të armatosura, ndërkohë është duke mbërritur një prej liderëve është Giorgia Meloni, e cila sapo ka mbërritur në sheshin Skënderbej. Kryeministrja italiane është duke ju drejtuar Ramës për të shtrënguar duart dhe për të pasur pritjen e mirëseardhjes, sikurse është traditë e këtij samiti. Pritet që mes tyre të ketë edhe një takim bilateral gjatë ditës së sotme, ku do të diskutohet ndër të tjera edhe zbatimi i protokollit mes Italisë dhe Shqipërisë, që kishte në fokus pikërisht pritjen e emigrantëve në qendrat në Gjadër dhe në Shëngjin. Është duke ju drejtuar tashmë Teatrit të Operës dhe Baletit. Nuk pranoi pyetje nga mediat, të paktën në këtë vendodhje ku ne jemi pozicionuar. Megjithatë, do të shihet nëse do të ketë një prononcim për mediat italiane, pasi janë të shumtat që kanë mbërritur në Shqipëri, ndërkohë që presim tashmë dhe kryeministrit Rama me kryeministrin italiane Giorgia Meloni. Është gjithmonë i kësaj trajte në fakt takimi mes Ramës dhe Melonit, është mjaft i përzemërt, ndërkohë është duke folur kryeministri Edi Rama, në mos gaboj, por nuk e di nëse regjia mund të na ndihmojë me pamje më të mira. Është thjesht u afruan në një prej operatorëve që është i pranishëm këtu për të pasur një moment batutash. Nuk do të kërkojmë alternativa, por duhet të këmbgulim për një armë pushim të pakushtëzuar, të këmbgulim për marrëveshje serioze paqe, që të ketë garanci sigurie për Ukrainën. Po vazhdojmë të punojmë edhe në këtë format për këtë objektiv. Nuk keni kaluar nga qendra emigrantëve në Gjadër, nuk kam pasur kohë. Do kalosh më pas, jo, po nuk kam kohë, po puna po vazhdon dhe kjo tregon edhe shpejtësinë e funksionimit, duke dëshmuar që në fundit, siç kishim premtuar, jemi në rrugën e duhur. Shumë shkurt
komunikimi i Giorgia Melonit me mediat. Fjori u ndal pikërisht tek qendrat e pritjes së emigrantëve. Në Gjatër, po. Zonja Meloni ku tha se nuk pati mundësinë që të ndalej atje, megjithatë ka pasur kritika të shumta nga mediat italiane, nga opozita italiane sa i takon financimit të këtyre qendrave të pritjes së emigrantëve në Shqipëri, të cilat sipas kritikëve nuk po japin rezultatet e pritshme dhe nuk po e frenojnë apo po e minimizojnë krizën e emigracionit në Itali, po pritet që zbatimi i këtij protokolli jetë një ndër pikat që Rama do të diskutojë me Melonin në takimin bilateral. Kujtojmë se vazhdimisht ka pasur një marrëdhënie mjaft vëllazërore dhe të ngushtë mes Ramës dhe Melonit dhe ka qenë ndër liderat e para botërore që e uroi Ramën për fitoren e 11 majit. Ne tani mbetemi në pritje edhe të presidentit francez Emmanuel Macron. Pjesë e delegacionit të tij do të jetë edhe ministri i mbrojtjes i Francës Sebastien Lecornu, me të cilin ministri i mbrojtjes në Shqipëri Piro Vëngu do të firmos në orën 19:10 pas përfundimit të samitit. Do të firmos një marrëveshje teknike të rëndësishme për modernizimin e forcave të armatosura. Ne do të kemi mundësinë që ta ndjekim edhe këtë moment në nënshkrimit të marrëveshjes mes dy palëve, sikurse theksova edhe më herët, Shqipëria tashmë vazhdimisht është duke rritur buxhetin për mbrojtje në kuadrin e zhvillimeve dhe sfidave të shumta gjeopolitike me të cilat po përballet e gjithë bota dhe jo vetëm Shqipëria. Ka pasur një lajm të dhënë sot nga Ursula von der Leyen, nga presidentja e Komisionit Evropian, e cila në një prononcim të shkurtër për mediat u shpreh se Bashkimi Evropian është duke punuar për një paketë të re sanksionesh që përqendrohen në Nord Stream 1 dhe Nord Stream 2 dhe ndër të tjera u shpreh se kërkohet një armë pushim pa kushte, por Putin e refuzoi diçka të tillë dhe në fund u zhvillua dhe takimi në Turqi, por pavarësisht se Zelenski ishte i gatshëm të takohej, Putin nuk ishte i gatshëm për paqe dhe nuk e dëshiron diçka të tillë. Është shprehur zonja von der Leyen dhe në këto kushte duket se do të ketë një paketë të re sanksionesh. Me rëndësi është në këtë samit edhe çështja e Kosovës. Pritet që edhe Shqipëria të jetë krah Prishtinës zyrtare për të lobuar lidhur me heqjen e masave dhe sanksioneve të vendosura ndaj Kosovës dhe që janë ende në fuqi. Presidentja Vjosa Osmani ka qenë e zëshme vazhdimisht edhe në forume të tjera ndërkombëtare apo në takime të nivelit të lartë që janë zhvilluar në Bruksel dhe jo vetëm, ku ka thënë se Kosova është ndër shtetet më të linjëzuara me Bashkimin Evropian, me politikën e jashtme të Brukselit dhe në këto kushte kërkohet me do e mos që të hiqen këto masa të vendosura ndaj Kosovës, por nga ana tjetër vjen të jetë në ngërç dialogu me palën serbe, ku pavarësisht edhe incidenteve që ka pasur dhe tensioneve në veriun e Kosovës, nga ana e Bashkimit Evropian nuk janë marrë masa për Serbinë dhe në këtë kontekst Osmani kërkon që të ketë një trajtim ndoshta më të barabartë apo të drejtë mes dy vendeve nga përfaqësuesit e Unionit Evropian. Dhe pikërisht për këtë tema është diskutuar edhe një ditë më parë në takimin informal që patën drejtuesit institucioneve të Bashkimit Evropian, Ursula von der Leyen dhe Antonio Costa me liderët e Ballkanit perëndimor, por që pritet të ketë sërish edhe sot bisedime të tilla. Është Shqipëria mikpritse e këtij samiti të nivelit të lartë që do të pres sot diskutime mjaft të rëndësishme që ndoshta mund të ndikojnë në ndryshimin e situatës gjeopolitike të vendit. Nëse jemi me pamje të drejtë për drejta, padyshim kryeministri Edi Rama është duke qëndruar ende në tapetin e kuq, ku po pret tashmë mbërritjen e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe presidentit francez Emmanuel Macron, ku i
qëndrueshme në rajonin tonë. Kjo është një mundësi e mirë për vendin tim, duke qenë se Letonia është edhe antare e Bashkimit Evropian, për të takuar e për të bashkërenduar me popujt me shoqëritë si Moldavia, Shqipëria e të tjera vënda, për të parë se si të mund të bëjmë aleancat për të bërë rajonin tonë më të sigurt. Për pa të keq, lufta ruse vazhdon në Ukrainë, di që do të diskutojmë këtë çështje dhe do të kërkojmë, do të pretendojmë 30 ditë. Një 30 ditë është armëpushimi pa kushte, sepse e dim që është e rëndësishme. Ukraina e do, për fat keq vetëm Rusia nuk do paqen rajonin tonë, kështu që në qoftë se nuk ndodh, do të na duhet të bijem dakord për sanksione të mëtejshme, sepse vetëm kjo mund ta ndalojë Rusinë. Duke qenë se të gjitha vendet në Europë duan siguri për popujt dhe shoqëritë e veta. E di që sot do diskutojmë edhe çështje të migracionit të paligjshëm dhe bashkëpunim më të mirë ekonomik, që është po kështu një çështje e rëndësishme si për Letoninë ashtu edhe për Shqipërinë. Por rrjedhoj do ta shfrytëzojmë KPN, samitin e KPS, një platformë mirë për të gjithë udhëheqësit evropian që të takohen e diskutojnë atë çka është vërtet e rëndësishme për rajonin tonë. Faleminderit. Ishte kryeministrja e Letonisë, Evika Silina, në një komunikim me mediat në këto momente, shi dendur bie në Tiranë, ndërkohë që kryeministri Rama pret ende në tapetin e kuq në sheshin Skënderbej, presidentin francez Emmanuel Macron, gjithashtu presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, pak më parë ka mbërritur edhe Giorgia Meloni, kryeministria italiane, ndërkohë pritet të mbërin liderët e fundit e më pas të nisë punimet samiti i 6 i komunitetit politik europian. Kujtojmë se i pari është zhvilluar në vitin 2022 në Prag, më pas në 1 qershor të vitit 2023 takimi i dytë i komunitetit politik europian u zhvillua në Moldavi, ku udhëheqësit diskutuan përpjekjet e përbashkëta për paqe dhe siguri, qëndrueshmërinë energjetike si dhe lidhjen dhe lëvizshmërinë në Europë. Më pas samiti i tretë është zhvilluar më 5 tetor të vitit 2023 në Granada të Spanjës, ka qenë pikërisht Granada, qyteti që ka pritur liderët e Europës dhe ku mbaj takimi i tretë i komunitetit politik europian. Aty udhëheqësit kanë diskutuar mënyrat për ta bërë Evropën më të qëndrueshme, më të begat dhe me rëndësi strategjike në çështjet globale. Kujtojmë se ky samit zhvillohet 2 herë në vit, sapo përmenda vitin 2023 në qershor dhe në tetor është zhvilluar samiti i komunitetit politik europian në qershor në Moldavi të vitit 2023, më pas në Granada të Spanjës në tetor të vitit 2023. Ndërkohë në 18 korrik të vitit 2024, në takimin e 4 të Komunitetit Politik Europian, i mbajtur në Mbretërinë e Bashkuar, udhëheqësit riafirmuan mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën. Takimi u përqendrua në energjinë, sigurinë dhe demokracinë, gjithashtu është diskutuar dhe për migracionin. Takimi i dytë për vitin 2024 është zhvilluar në 7 nëntor dhe i 5-ti i radhës i komunitetit politik europian është mbajtur në Budapest, duke u përqendruar në sfidat e sigurisë së Europës në kontekstin e agresionit ushtarak të Rusisë kundër Ukrainës dhe përshkallëzimit të vazhdueshëm në lindjen e mesme. Udhëheqësit gjithashtu kanë trajtuar në nëntor të vitit 2024 çështjet e emigracionit të parregullt dhe aspektet të sigurisë ekonomike, lidhshmërinë në energjinë, transport, teknologjinë e informacionit dhe tregtinë globale, ndërkohë që shohim të mbëri presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, sapo ka mbërritur në sheshin Skënderbej.
Zoti Recep Tayyip Erdogan, presidenti i Turqisë, sapo ka mbërritur. Jemi me pamje të drejtë për drejta nga sheshi Skënderbej. Pritet nga kryeministri i vendit, zoti Edi Rama. Me siguri kanë shkëmbyer dhe batuta me njëri tjetrin. Nuk e dim nëse do të ketë një komunikim me mediat, të shohim. Sadece konuşmalarla ilgili bir şey sorabilir yani nasıl gidiyor ve işte. Sapo ka mbërritur presidenti i Turqisë, sot Tirana është kthyer në epiqendrën e Europës, teksa organizon samitin e 6 të komunitetit politik evropian. Pjesa më e madhe e liderëve evropian kanë mbërritur. Kardeşimle Arnavutluk'tan tüm dünyaya barışı seslendireceğiz. Azərbaycan Ermənistan danışıqlarını necə qiymətləndirir? Një komunikim shumë i shkurtër me mediat nga ana e presidentit turk. Ragazzi. Kısa bile olursa rica ederim. Gereğini söylesene. Sen benim adıma cevap ver. Ben meslektaşlarımıza iletirim efendim. Teşekkür ederiz. Ndërkohë që pritet të mbërri edhe presidenti francez Emmanuel Macron, prej më shumë se 1 orë e 40 minuta. Kryeministri i vendit zoti Rama qëndron në sheshin Skënderbej, ku ka pritur liderët europian në samitin e 6 të komunitetit politik europian. Janë pamje të drejtë për drejta, gazetarja jon Geliola Hate ndodhet prej nisjes së kësaj ceremonie në sheshin Skënderbej për të përcjell minut pas minuti mbërritjen e të gjithë liderëve të Europës. Ndërkohë, në këto momente, shohim që në sheshin Skënderbej vinë lider të tjerë,
Geriola, nuk e di nëse më dëgjon? Fjori, vion të jetë pritja e liderve të Bashkimit Evropian dhe jo vetëm këtu në sheshin Skënderbej. Pak minuta më parë mbëriti presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, sikurse theksova edhe më herët një emër mjaft i dashur për popullin shqiptar dhe që ka kontribuar vazhdimisht. Pati një takim me kryeministrin Edi Rama, më pas një prononcim të shkurtër për mediat dhe ngjiti shkallët e teatrit të operas dhe baletit. Kujtojmë se ende nuk ka mbërritur presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski, një ndër faktorët kyç të këtij samiti për të cilin do të diskutohet sidomos gjatë tryezës së parë të diskutimeve. Do të diskutohet pikërisht për këtë. Kreu i NATO-s Mark Rutte gjatë prononcimit që pati për mediat u shpreh lidhur me zhvillimet e fundit mes Rusisë dhe Ukrainës dhe tentativave për të pasur një armpushim dhe për të sjellë paqe, por në të kundërt padyshim që do të vijohet me sanksione. Është Andrej Plenković, i cili tashmë u takua me kryeministrin Edi Rama. Do të shohim, ka një prononcim pikërisht këtu ku ne ndodhemi aktualisht. I u vesi sa Ukrainëm, tali që piti mirë, që piti pregovori. I think it's an important opportunity for us to be all together, both EU members and non-European EU members. The activities which are taking place for reaching, first of all, a tenable ceasefire and then a peace agreement are, of course, to be commended, but it has to be an agreement that respect the international law and not sanction the aggressor and Russia. Ndërkohë që pritet të mbërrinë të gjithë liderët europian that governs the multilateral relations today. When it comes to the Western Balkans, I think it's important that all the countries which are keen to join the European Union fulfill the criteria. I think there is a new positive momentum, especially in this second mandate of Ursula von der Leyen's Commission, where I see more motivation that finally a real delivery is seen in the enlargement process, because the last delivery was Croatia, and that was now a long time ago, 12 years ago. So as a neighbor and as someone who has the freshest know-how, the memory, we would like to support our neighbors, also Ukraine and Moldova, and Georgia once it sort of decides to a little bit reignite the European ambitions, but at the same time we would like everybody to fulfill the criteria, and this is important. Mr. Plenković, do you think that the enlargement process will continue with Albania and other countries in the Western Balkans in these years? Yes. Da li je 2030 the godine realistično? Is 2030? Yeah, I know. I understand. Your Croatian is very good. What was your question? Can it finish in 2030 for Albania and other countries in the Western Balkans? I don't know. I'm too experienced to speculate on the dates. Nobody ever gets the date. There was no enlargement which was pre-planned so precisely. So what I see progress. Albania is opening clusters, negotiating chapters, and I think it's on the way to catch up with those countries who are a little bit more advanced. But none of us who is here for a while, and I've been in the council for 9 years, would be mature enough to tell you which year it will be.